E kalojmë të i penduari tjetër, i drejtësisë, që është Artan Tafani, i cili porofenë, nëse e kemi, regjena e paraqet, porofenë krimet e organizatës Laert Agjiut. Ky është Artan Tafani, Klodi, se ti një dhe si portret ta? Çfarë janë rrëfimet e ti? Kush tregoni pari këtu? Dëgjoj, Laert Agjiu mund të konsiderohet ndoshta pas Aldobares njeriu më i rrezik. Përpara se ta thuash ti këtë, Artan Tafani ç'lidhje kishte me Aldobares? Laert Ja, pra, do ta shpjegoj. Po. Pas Aldobares, që për mua Aldobare në lushnje, dhe unë kam thënë, është një personazh i cili në gjithë kuptimin e fjalës mund të konsiderohet një mendje kriminale shumë dimensionale. Laert Agjiu ishte, përveç fakti që kundërshtari përbetuar i tij, nga ana tjetër edhe njëri i cili vepronte me ashpërsi të jashtëzakonshme. Artan Tafani ka qenë pjesë e grupimit kriminal të Laert Agjiu. Është njohur në një rrethant të çuditshme sepse Artan Tafani është vrarë babai në 97-ën, bashkë me nënën është larguar në drejtim të Greqisë, fillimisht ka bërë një punë të ndershme duke savatuar e lyer shtëpi atje. Më pas, për shkak të varësisë nga droga, ka bërë burg, është rikthyer në Shqipëri në 2015, është arrestuar sërish dhe gjatë kohës së qëndrimit. Nga truat në zorët është njohur edhe Laert Agjiu. Jo, Laert Agjiu. Laert ishte? Laert Agjiu, po, është Laert Agjiu. Ngjan me Jo, është Laert Agjiu. Dhe Artan Tafani në 2023 u arrestua në zonën e Astirit pas grabitjes së një pike exchange dhe nga ai moment vendosi të bashkëpunonte me drejtsinë. Ngjarjet për cilët ai rrëfen janë 17 të tilla, përfshirë vrasje, që ndërto në këndvështrimin tim janë 2 momente të rënda dhe momenti 3 që ende nuk e ka rrëfyer. Një është vrasja e Fridman Xhaferit, të cilin jo vetëm që e ka vrarë edhe ka urdhëruar Fridman Xhaferi, ishte një njeri lidhur me Laert Agjiun, i cili një moment caktuar kishte dhënë shenja që mund të fliste, dhe vetëm kaq mjaftoi që Laert Agjiu jo vetëm ta dhënoni në mënyrë barbare, por ta vrisin pra një rezervuari dhe ta fundosnin në ujë në rezervuar. Dhe mënyra se si e rrëfen Artan Tafani është e frikshme. Thotë që ne morëm gomë, lidhëm, domethënë janë detaje barbare që tregojnë ashpërsinë me cilën vepronte Laert Agjiu. Ky është momenti i parë. Momenti i dytë është vrasja e Elton Mermalit ose Alban Simaku, njihet ndryshe, i cili dyshohej për lidhje me Aldobaren. Sa po ishte liruar nga burgu, ishte përdorues i lëndëve narkotike, i pafuqishëm për të kujdesur për vetë, dhe një moment e gënjen dhe e marrin me pretendimin dhe preteksin për t'i dhënë mall, pra për t'i dhënë një dozë drogë që ai ta konsumonte. Dhe e vrasin me plumë pas koke, vetëm e vetëm se dyshonte që mund të ishte i lidhur me Aldobaren dhe mund të kishte marrë pjesë Laert Agjiu, pra Laerti dyshonte që ai kishte marrë pjesë në krimet ndaj familjarëve të tij. Dhe momenti i tretë, që unë dua ta evidentoj, sepse thash janë 17 episode, është tentativa ose vënja në shënjestre e 2 prokuroreve të çështjes. Njëra prej cilave, Doloreza Musabelliu, është aktualisht prokurore e posaçme. Donin të vrisin prokurore? Po, donin të vrisin prokurore. 2 prokurore, dhe atë të lushnjes dhe prokuroren e posaçme. Dhe fillojnë i vënë njerëz për të përgjuar prokuroren me qëllim që nëse ajo nuk do të bindej dhe nuk do të tërhiqej nga burgimi i përjetshëm, mund të shkonin, edhe pse nuk i ndërmorën hapat, sepse për fat mirë grupi kriminal nuk godit, shkuan deri aty sa filluan të vëzhgonin dhe të përgjonin 2 prokuroret, fillimisht atë të lushnjës që kishte çështjen, e më pas prokurorin e posaçme që po hetonte rastin e tyre. Pra, ashpërsia me cilën vepronte Laert Agjiu ishte te çdo imagjinate, sepse kjo tregon më pas edhe se si përcaktohen ata në hierarki. Nëse kthehemi tek Laert Agjiu, sigurisht ai u hyrin botën e krimit për shkak se banda e lushnjës i kishte vrarë xhaxhain e tij, ishte vrarë familjar, ai ishte një fëmijë, ishte gjenerata e dytë e krimit në lushnje. Patjetër që ai dyshohet edhe për vepra të tjera të rënda penale, është i dënuar me burgim përjetshëm për masakrën e lushnjës ku tentoi të vriste nipin Aldobares, po vrau disa persona që nuk kishin lidhje. Nipi Aldobares, Gjulio Shkurti, i mbijetoi atentatit për shkak se për një moment lëvizi nga tavolina dhe u bë masakra, por mendoj që kjo që tregon Tafani është vetëm maja e icebergut e atyre krimeve që mund të ketë kryer Laert Agjiu, sepse ky personazh e njeh vetëm për një periudhë të shkurtër të jetës së vet. Ndërkohë që më përpara ka dyshime të forta që Laert Agjiu ka kryer të tjera krime të rënda
në qytetin e Lushnjës apo në qytetet tjera, kryesisht në Korçë apo në Pogradec, për shkak edhe të lidhjeve që kishte me personazhe në këto zona. Në një gjë përshtuar për deponimin e penduarit të Artan Tafani? Jo, është më ndryshe nga grupet e tjera kriminale, nuk ka lidhje nuk janë tipikisht një organizat e krimit të organizuar, janë tipikisht një organizat e ndikuar nga hakmarrja, e ndikuar nga fryma për të marrë hak për çdo gjë të mundshme, janë rritur në atë lloj në formës së tyre në Lushnjë, në atë mënyrën e egër, edhe po t'i shohësh, vërtet mund t'i quaj prokuroria dhe SPAK, mund t'i quaj vrasje me pagesë, por ka një gjë. Vrasjet e tyre me pagesë lidhen, janë paguar disa para nga shokët e tyre, po nuk lidhen tipikisht siç mund quash vrasjet e Elbasanit apo në një formë tjetër. Pra një shoku i tyre, për të e treguar më thjesht, një shoku i tyre ankohet se nëna shkon me një biznesmen në Tepelen. Dhe për të kryer vrasjen e atij, shoku i dërgon ca para për ta kryer vrasjen. Se do të vrasi dashurin e nënës. Dhe këta futen, por kjo nuk është tipikisht një vrasje me pagesë që ti po vret dikën, pra ti e ke ndjenjën e hakmarrjes. Por ka një atë që kam parë ka një arsye të thellë, pra këta nuk merren. Atë që kam parë me shumë vëmendje, ajo që i tregon brutal fare, është që udhtojnë me një makinë dhe kanë kadavrën, e kanë kufomën në bagazh. Duan ta zhdukin dikund. Dhe dikush prej tyre i thotë që a mund ta provoj një herë dorën për ta vrarë. Kjo është shumë makabre. Kjo tregon që nuk ka lidhje me krimin e organizuar. Ka lidhje me një ndjesi shumë të thellë, hakmarrje të lindur në konceptin se nuk mundet dikush që të vetë ofrohet të bëhet vrasës. Nuk mundet të vetë ofrohesh të bëhet vrasës, a mund ta provoj një herë dorën, vras dot apo jo. E kupton çfarë lloji? Unë mendoj që janë në ndikimin e lëndëve narkotike, se nuk mundet të jep një njeri në një psikologji. Jo, është dhe në botën tonë. Unë pasi të mbarojmë këte, kam një pyetje që është lidhet me gjakmarrjen. Jemi në vitin 2025 dhe kam një rast gjakmarrje e cila vazhdon në Shqipëri. Ne jemi një popull me probleme, e kupton tani të jemi realistë. Gjaku thret. Pa gjaku nuk thret në vendet të tjera, e kupton, në këtë mënyrë që si shtret të ne. Gjaku nuk ngrihesh ti? Gjaku. Gjaku nuk thret në këtë mënyrë. Përplasjet Sokolit. Thret me kanunin e lek dukagjinit, po mo. Dhe dhe flamurin në zbardet të gjaku, ti do të marrë shakun. E zgjon gjaku. Në një detaj, Xhabina. Nëse ke harruar për ta marrë hakun, ta kujtojnë të tjerët. Okej, Xhabina. Historitë janë këto që tregoi Klodi, por ajo që mund të them që tregon që sa të fuqishëm ishin ky grup, po them, është që ajo që mund ka bërë përshtypje është që grupi Lajër Taxhiut për shembull nuk rezulton fare në Sky ECC. Nëse mendoj që do ishin aq të fuqishëm dhe do të kishin aq para, duhet të ishin aty patjetër dhe do të kishin vendin e tyre.